Tmerr. Shikoni si prodhohen salçiçet që hani çdo ditë. Salçiçet janë ushqimi më i njohur i shpejtë në Amerikë dhe vetëm atje hahen rreth 7 miliard salçiçe gjatë verës. Por, pavarësisht se sa i shijshëm është ky ushqim, salçiçet janë me të vërtetë të dëmshme për shëndetin. Zakonisht, ato bëhen nga mishi i pulës, mishi i lopës dhe i derit, por procesi i prodhimit përfshin shtimin e shumë mbetjeve të kafshëve si këmbët, lëkura, dhjami, kthejtrat e të tjerë. Aditivët si shurupi i misrit, kripa dhe shumë të tjera shtohen për ta përmirësuar shijen, gjë e cila ndryshon nga shteti në shtet. Gjëja më e keqe është se disa nga shijet të cilat shtohen gjatë procesit të prodhimit vijnë nga guackat e insekteve të vogla që zihen në karbonat sodiumi dhe amonjak. Megjithatë, asnjëherë nuk mund të jemi të sigurt për aditivët që përdoren për krijimin e salçiçeve, pasi që asnjëherë nuk shkruhen në pakot e shitjes. Në një emision televiziv të krijuar nga Gabriel Host, i të shfaqur në kanalin e shkencës Shkencë Channel në SBA, tregohet i gjithë procesi i krijimit të salçiçeve. Videoja e publikuar në YouTube ka më shumë se 80 milion shikime, me komente të ndryshme të njerëzve të habitur. Një përdorues madje komentoi: "Ky është film horror më i frikshëm që kam parë ndonjëherë."